që keni mujt me pate akonti madh menaxheri ne me ZH jam ty tregu ditë për ditë që është sot dita e tretë që jam të provu me lon cigaren. Më lejoni t'ju kallzoj hap pas hapi që shkon dita e parë kon kitë mrekullueshme në farvullneti i qartë kështu edhe nuk ka pengu kur gjë. Dita e dytë mëngjes jo kon shumë i vështirë, pastaj nuk ka bërë shumë të madhe. Komentën ka thonë le edhe kafen e kom lon edhe kafen. Nuk kom pi mo kafe që kom pi përpara ata që më njohin për cilën na për TikToka, Facebookat me kështu me radhë e din që edhe cigaren edhe kafen e kom pi shumë. Dita e tretë sot e tmerrshme. Si më parrej dikush. Fyti më ka blloku, po kullna shumë ma shumë, edhe pse në konsultim me doktorin tha që është gjithçka normale në këtë pjesë. Çka më ka shty mu drejt, kështu komplet në detaj, s'më mi kallzu, po është një san që unë e bëj me qev, edhe s'm ka begun kur. Një ditë para 3 ditëve, para 4 ditëve më fal, s'ku mujt me boqat san, për shkak se më ka pengu kondicioni, më ka pengu, domethënë kryesisht vini topi cigares. Nuk është parja, nuk është era, se sidomos na që janë atë martuar, kena familjet këtu më sana, nuk kam mua atë problemi na pranina e famën erën asana, kur do na më dal lan pas rrugën na vjen era më mirë edhe shau ditën e mirë. Po është diçka që duhet në rastin tam mund që e bën me gjumë qef edhe me të pengu. Mund ka pengu në masë ekstreme që kjo edhe më ka shty me lon cigaren. Ka plot komente negative se na kështu janë. Shqiptarët kanë qef me kon shumë negativ. Më thojnë s'ki me mujt me lone, ti s'ko ke vendoste me që po fol. Po foli sepse s'kom pa videot e cilat të kallzojnë hapa sapi na për çka kime kalu. Nuk është e kollajshme. Nuk është jo vallahi se a din sa parë veç me nosa të bën do me nosa dushti do me din që të bën non stop. Se është vesi më i keq. Është e çuditshme me pa trupin ton ti u mënu me të binj ty që hajt se s'ka galen se edhe një hajt se kur gjë zbohet që si var tripave. Po bëhet se kur ta vendos duhesh me shku deri në fund. Gjithmonë nëse qëllimi yt është me arri çato që do me arri. Unë du me arri me kthy me bo qatë san që e bëj me shumë qef, me arri me bo prap, e duke pas qatë dëshirë, e duke di që cigara ka qenë arsyeja pse më ka nal, nuk e kthej mo cigaren. Cigaria është një prej veseve më të mrapshta që mundet njëri me nis në rini. Ja nisim dikush për mu do kull dhe dikush për budallak, se kur nuk e nis njëri, bile të shqiptarët kanë ndodhur dhe hajt pini cigare se tamam dhimbten e dhomlit. Na i kem do vesat budallme e pastaj nuk e dim çfarë pasojë i lojmë fëmijëve e ambientit ku jetojmë me era, ngjyra e verdhë, plot probleme. Aty që ju pengojnë këto video, po mos i kishoni benjar se për bes, unë këto video i bëj veç për me mujt me shpresë me impresionu dikon që me bot njëjtë në gjë me lon cigaren sepse menoj e kam menim qartë që është e dëmshme. Mu personalisht nuk më kanë mu dikush thot me hongër çamçakeza ose bombona ose fara ose ku ta diune. Mu personalisht më ka thonë dikush me pi ujë, sa cilla me pi ujë edhe më nal 5 minuta për me shty qatë mendimin ma larg. Uji po më ndihmon shumë, po i ka do pjesë negative, mu ka shregullu gjumi shumë, që 2 ditë se më të flaj që duhet, po njës njët nga ma shumë, që është tjetër, është nervoz, kuptohet, nuk e di që shka me shku tutje, po sot do konë një prej ditëve më të vështira, prej që akonisht dhe me thonë që 3 ditë, dita është e tretë, shumë jashtëzakonisht e vështirë. Unë e falenderoj secilin prej juve që i dëgjon këtë video e aq më shumë ai që i dëgjon deri në fund. Shpresoj shumë që kom e pas ndikim dhe faleminderit secilit prej juve që më japni rekomandime në komente dhe e kuptoni pse pi bojna këtë video. Ju që doni më kallzu s'pana interesant që kilon cigaren, po mos e kishë video në herë po thon, largon ose kaç është e thjeshtë, veç largohesh për videos edhe u kry muhabeti.